Lori, gjyshit e stërgjyshit tani se kemi dy aktorë të cilët po presin brapa kuintave për të na treguar disa nga sjelljet evropiane të shqiptarëve. Le të ndjekim. Mirëmbrëma. Sot tek sjelljet europiane të shqiptarëve kemi vendosur të shohim marrëdhëniet prind-fëmijë, pra si rrisin fëmijët. Edukata që i japim ne shqiptarët fëmijëve. Situata e parë, kur fëmijët e vegjël sapo fillojnë dhe flasin, e shohim tek europianët, ti je mami, unë fëmijë e vogël. Fillojmë. Po. Mother, father, mother. Që të burri. Që të burri. E kemi bërë vetëm italisht, bëjmë anglisht që dhe të europianë, burë, se është shmi internacionale për Europë. Po unë të kisha ditë anglisht, nuk kisha prit me fol javën e 4, kisha fol që është javën e parë. E që vlla italisht, se këtu në 4 shqiptarë, 6 din italisht. Italisht, filloj. Edhe një, hajde. Mama, papa, amore di mamma. Mamma mia, hai parlato, ma che gioia, che gioia. E njëjta situatë në Shqipëri. Babi, hajde, fillojmë? Babi shqiptar. Hajde. Mami, babi. Që të thonë bab? Babi. Jo, bab, atë si të kam su babi, si të kam su babi, si të kam su babi. A pra, ne, ta ukshën, ka pili bab, ta uksha babi zemrën, ta uksha babi zemrën. Hajtë me babi të. Situata tjetër, kur fëmijët sapo tentojnë të ecin dhe rëzohen, e shojmë tek europianët, mami, fëmija. Hajtë, filloj. No, mio Dio, amore di mamma, ma stai male? Oh, scusami. E njëjta situatë tek shqiptarët. Mami shqiptare, fëmija i vogël Fillojmë. Ha, hec me mami, hec me mami. Po si ke lun gjoratës babës tatë më. Po që të bomë, po shumë me mëni. Po që bomë, po si rëzosh. Më qaj plas. Po mos qaj, mëse do vi gogoni, do taj gogoni. Ku qedra me 7 kongë. Haje ku qedra. Si përkëdhelin fëmijët, tek europianët, prap mami, unë bebi. Fillojmë? Amore di mamma, figlio di mamma, ti amo. Si përkëdhelin fëmijët shqiptarët, Që vetëm përkëdheli nuk mund quhet. Horror. fillojmë. Drejt, stak, nona, drejt. O vdekja unë për ta, vdekja. O mort, jam unë për ta, vdek, nona, vdek. O mlof, toka mu, drejt. Mëzuri më burë. Kur fëmijët, Po të bësh jenë time. E kupton? Po kam për thorë. kur fëmijët bëhen të grindur. E shojmë tek europianët? Tek europianët. Fillojmë. Hajtë maj mami che prins. Ciao Francesca, cosa stai facendo? Scusami un attimo perché il mio bambino... Piangere. Sta piangere. Dopo. Amore mio, stai bene? Sì. E njëjta situatë tek shqiptarët. Fillojmë? Qa thumi? Ju këput extensioni me? Ua,
A qau, mi, a qau? Po shumë se po fol mami, po shumë. Alo, qa thumi? Qa thumi? I doli boja. Alo, qa thumi? A shu, ikmi se të marrë më mrapa, do bëjmë manikyr, pedikyr, të shqit vija jo vjera, tja kisha plas këtë majmunin. Hajde mi hajde. Hëmë mam, tu buk, të jep mami tyre. Qa do bukën quni? Buk, qa do bukën quni t'jep mami? Buk. U që qa ora 9:10 fillun telenovela. Qa do? Buk. A do i mu të quni herë? Kur fëmijët kthehen nga shkolla, e shikojmë tek europianët, fillojnë. Babi, qoni. Po. Ma papà, mi hanno picchiato gli altri bambini a scuola! Davvero? Sì! Qa të kanë bërë? E kanë rafë Kanë rafë, picchiato. Domani andiamo con il tuo papà da maestro, parlo io. D'accordo. Ta njëjta situatë tek shqiptarët. Babi shqiptar, fillojmë? Hajde. O ba! Kjerë të keshën bobo, Më rafë ka në mojtë e tjerë të shkolla! E palushe! Qertë kanë rafe, po ti që ishe të boti, ishe të i pati, ha? Po baba t'ka hishtë e lapsin për qondit, ka fut ka qa vidër, miram ka qa vidër. Po qa po, hajtë me babë, hajtë si shkëm i bi me babën, fort. Po mos ma zishtë.